Pas parajmërimit të Trump, reagon Kremlini, zyrtari i lartë rus di vetëm një gjë që është shumë e keqe, lufta e tretë botërore. Kremlini është përgjigjur presidentit amerikan Donald Trump pasi i tha homologut të tij Vladimir Putin se po luante me zjarrin. Do të ishte shumë keq nëse do shpërthente lufta e tretë botërore, komentoi zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë Federatës Ruse Dmitri Medvedev, që njihet si dora djate e Vladimir Putinit me rastin e postimit të Donald Trump. Lidhur me deklaratat e Trump se Putin po luan me zjarrin dhe gjëra të këqija do të kishin ndodhur në Rusi, unë di vetëm një gjë që është vërtet shumë e keqe, lufta e tretë botërore. Shpresoj që Trump ta kuptojë këtë, shkroi Medvedev në një postim në X. Trump kishte paremëruar se presidenti rus po luan me zjarrin në një postim të platformën Truth Social. Ajo që Vladimir Putin nuk e kupton është se nëse nuk do të ishte për mua, shumë gjëra të këqija do të kishin ndodhur tashmë në Rusi dhe duhet të them gjërat vërtet të këqija, shkroi presidenti amerikan.